Pa kohë pasi televizioni 6+1 Vlora solli shqetësimin se pemët në zonën e Parkut të Pavarësisë në Skelin Shinthar, ka reaguar Bashkia e Vlorës. Kjo e fundit ka bërë të mundur zvendësimin e pemëve të thara, si dhe riparimin e pemëve të dëmtuara. Në terren gjatë kësaj të martë ishin punonjës të Bashkisë së Vlorës që po punonin për mirëmbajtjen e pemëve dhe gjelbërimin në Parkun e Pavarësisë. Ndërkaq edhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini e informuar në lidhje me problematikat e trajtuara nga televizioni 6+1 Vlora, ka pranuar problematikën që ka ekzistuar me pemët në Parkun e Pavarësisë. Mersini tha se zbatohet në këtë zonë projekti për të bërë të mundur riparimin dhe zvendësimin e pemëve të cilat kanë qenë të dëmtuara, ndërsa konfirmoi edhe shërbime të tjera në ambientet e gjelbëruara në Parkun e Pavarësisë, që sipas saj është ndër më të mirët sa i përket qytetit të Vlorës për kalimin e kohës së lirë nga qytetarët e në veçanti për fëmijët. Pjesa e sheshit Pavarësisë që në fokusin tuaj ka qenë disa herë që ne kemi marrë masa, të gjitha pishat atje janë zvendësuar, sistemi vaditjes ka filluar punën, dhe shpresojmë fort që njerëzit ta kuptojnë që ajo pjesa e qytetit është një pjesë shumë e bukur, edhe është bërë për gjithë moshat, është me gjithë lungomare 4, është bërë një segment ku njerëzit orët e para të mëngjesit e shijojnë dhe bëjnë pjesën e sportit, dhe atë që afron Vlora në këtë segment nuk ka asnjë qytet tjetër ta afrojë. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini premtoi gjithashtu se fundi muajit qershor do ta gjejë Florën edhe me disa parqe të reja të lodrave për fëmijë. Ne shpresojmë që fundi qershorit ta gjejë Vlorën me 3 parqe të vogla të vendosura te 3 racat e stadiumit dhe pjesën e lungomares me lodra për fëmijë. Pra tashmë ai kontrat ka filluar zbatimin e vet, dhe janë thjesht çështje të grafikut të punimeve që ata kanë. Por mbetet edhe ndërgjegjësimi qytetarëve mos i prishur, sepse ju mund të Ky është gjithmonë problemi. Shtimi mjediseve të gjelbëruara, por edhe i parqeve për fëmijët, do të jenë në qendër të Bashkisë së Vlorës, e konfirmuar kjo gjë edhe nga vetë kryebashkiakja Brunilda Mersini.